Pas takimit të dytë që pata me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzën, më është kumtuar nga një qëndrim i kryesisë së tyre se ata tashmë konsiderojnë se presidenti nga java e ardhshme duhet të vijë nga PDK-ja. Nisur nga ky qëndrim, unë mendoj se kandidati mund të vijë nga cili do subjekt, qoftë nga PDK-ja, nga LDK-ja apo lëvizja vetëvendosje. Por në fund, zgjedhjen për president nuk e garanton përkatësia partijake, por vota në kuvend. Nëse nuk arrijmë të gjejmë një figurë unifikuese që siguron mbështetjen e së paku 80 deputetëve, atëherë një nga opsionet e mbetura është që secili subjekt të propozojë kandidatin e vet partijak dhe të gjithë të nënshtrohen garës brenda kuvendit. Këtë e parasheh edhe kushtetuta, e cila garanton një proces demokratik ku së paku 2 kandidat i nënshtrohen një gare të drejtë me kvorum të siguruar, duke shmangur nevojën për zgjedhje të jashtëzakonshme. Në fund, do të fitoj ai ose ajo që arrin të marrë mbështetjen e deputetëve në cilin do nga 3 raundet, ashtu siç e kërkon kushtetuta në procedurën e saj. Nesër do të takoj edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhikun, ku do të diskutojmë edhe me të rreth këtij procesi. Mirëpo, ne kemi qëndrimin që nëse subjektet pajtohen që ky të jetë rrugtimi, pra gare e hapur ku secili subjekt ka kandidatin apo kandidatën për president, atëherë edhe ne pajtohemi me këtë qasje dhe lëvizja vetëvendosje do ta ketë kandidatin e saj për president.